Vedat Muriqi pritet të jetë një nga emrat më të përfolur të merkatos së verës, ndërsa media turke raportojnë se sulmuesi shqiptar i Kosovës është shumë afër rikthimit te Fenerbahçe. Sipas gazetarit Sezgin Gelmes të Hotspur, është arritur një marrëveshje mes Muriqit dhe palës së lidhur me klubin, ndërsa tashmë mbetet vetëm hapi formal, nënshkrimi i kontratës, pasi të qartësohet situata në klub. Transferimi lidhet edhe me zgjedhjet në Fenerbahçe. Media turke thekson se tema kryesore në Fenerbahçe aktualisht është merkato, ndërsa dy kandidatët presidencial, Aziz Yildirim dhe Hakan Safi, kanë intensifikuar përpjekjet për afrime të mëdha. Sipas Hotspur, Aziz Yildirim ka arritur marrëveshje me Muriqin dhe nëse zgjidhet president, pritet ta finalizojë transferimin me nënshkrim. Po ashtu, thuhet se edhe në rast se fiton kandidati tjetër, Hakan Safi, mund të ndiqet i njëjti plan, pasi të dy palët janë të interesuara për sulmuesin e Majorkës. Ekipi i Majorkës fatkeqësisht ka rënë në La Liga 2, pavarësisht fitores 3-0 ndaj Real Oviedos. Ylli nga Kosova Vedat Muriqi kaloi sezonin e karrierës, duke rivalizuar Kylian Mbappé në garën për Pichichi, por francezi e fitoi në fund, duke pasur 25 gola, 2 mbi kosovarin. Majorka triumfoi lehtë ndaj Oviedos me rezultat 3-0, sfidë ku nuk kishte si të mungonte goli i Muriqit, megjithatë e pamjaftueshme për t'i mbajtur në elitën e futbollit spanjoll. Majorka e mbyll sezonin në kampionatin spanjoll me 42 pikë, aq sa kishin edhe Levante e Osasuna, por shkaku që këto të fundit i kishin fituar ndeshjet ndaj tyre, arritën ta sigurojnë qëndrimin. Me shumë gjas, ky do të jetë sezoni i fundit për Muriqin te Majorka, duke marrë parasysh se ka disa klube të interesuara, mes tyre edhe Barcelona, si dhe është në fundin e karrierës, andaj me shumë gjas dëshiron të kaloj vitet e fundit në nivelin më të lartë. Ndërkohë, mbetet të shihet nëse Muriqi do të vazhdojë edhe me kombëtaren e Kosovës, pasi së fundmi kishte lënë të hapur mundësinë e pensionimit.